2026, viti i përmbysjes së diktaturave, viti i zi për diktatorët, viti lirish për kombet. Pas vendosjes para gjykatës të Maduros apo Ramaduros të Venezuelës, radhën duket se e kanë Ajtullah e Teheranit. Kombi Pers është i tërin këmbë për lirinë dhe dignitetin kombëtar, kundër regjimit më obskurantist që ata kanë njohur në tërë historinë e tyre të gjatë, regjimit të Ajatullahve. Ky regjim në gahmat e fundit po përdor të gjitha armë dhe mjetet, dhe dyrit e fundit ka me qindran mos mira, martir të liris. Por marshi i iranianëve i revolucionit iranian drejt fitores nuk ndalet me asgjë. Regjimi i Iranit i ka ditët e numëruara. Liria e Iranit ka çmim në saj e iranianëve, por burra dhe gra, djem, vajza të këtij kombi janë të gatshëm ta paguajnë atë. Partia Demokratike mbështet me forcën më të madhe opozitën iraniane në betejën e saj për një Iran të lirë, demokratik dhe të pavarur. Partia Demokratike bën thirrje qeverive të vendeve të lira, Shteteve të Bashkuara të Amerikës në radhë të parë, të ndihmojnë me të gjitha mundësitë popullin vigan iranian të shqirohet nga ky regjim obskurantist. Sot jam këtu për super skandalin e ri, që denoncoj me përgjegjësi të plot ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Jam këtu për parkun virtual të high-techut apo de facto troplanën e Shkozetit, një skandal idej për filmat në horror në gjinin e vjedhjeve të pasurive publike. Ja, ky është Silicon Valley i Edi Ramës, Armand Frangut, Fatmir Troplinit, që quhet Durana. Durana. 3 vite më parë, se ka historinë e vetë, një nga gjigantët e high-techut vendosur në Ukrainë, EPAM, pas shpërthimit, pas agresionit rus ndaj Ukrainës, vendos që të spostoj sipërmarrjen e tij të madhe në një vend tjetër dhe për zgjedh Shqipërinë.
presidenti i kësaj kompanie ndër më të fuqishme në botë, me xhiro miliarda dollar, vjen në Shqipëri dhe pritet nga kreu i organizatës kriminale Edi Rama dhe Agaçi me asistenten e tij Elira Kokona. Ai paraqet projektin e tij, dëshirën dhe vendimin e kompanisë që të gjithë sipërmarrjen e tij të madhe në Ukrainë ta spostoj në Shqipëri, por për këtë qëllim kërkon krijimin e një zone si të kishte me kushtet favorshme, me disa kushtet favorshme në Ukrainë. E vërteta është se kjo ju premtue se Ramaduro filloi të flasë për Silicon Valley në Durrës, por me njëherë kthetrat e egrat mafjes shqiptare përvetësuar projektin dhe kompania precizoze amerikane nuk gjeti asnjë mundësi që të investonte në këtë vend. E zhgënjur, e dëshpruar, pa që kishtë bënte me një narkomafje të pa shembullt dhe si përfundim, këto livadë dhe ara që shifni këtu janë troplana e Edi Ramës. Vendimi u mur, zona u shpall dhe në këtë zonë u regjistruar 46 kompani të cilësuara me silver, gold, platinum. Që të gjitha këto kompani, po thuj të gjitha pa përjashtim dhe përjashtim të vogël, antare të Këshillit të krijuar me ndërmarrja IT-e nga kryemafiozi i IT-s shqiptare Ermal Beqiri, alias Armand Frangu, ose Armand Frangu alias Ermal Beqiri. Jo se Beqiri nuk është real, se ai është një delinkuent që në fund të vitit 2013 vodhi 20 milion deklarata tatimore të qytetarëve shqiptar në sistemin e IT-s me ndihmen e kriminalit të damkosur Spartak Brao dhe urdhrin e kreut organizatës kriminale Edi Rama. Por, tashmë, pas prishjes së pazareve, midis në kopshtin privat të Edi Ramës, midis Armand Frangu dhe Geron Meçës, pas neutralizimit të tij dhe eliminimit të tij me pegmarrje tjerë, fuqishëm në kopshtin privat të Edi Ramës, si fitues absolutit tendrave në emër të Armand Frangut, hyn Ermal Beqiri.
Tani, Ermal Beqiri me Këshillin e krijuar kërkon të disiplinoj të gjitha kompanit e sektorit dhe i regjistron ato antare të Këshillit me kota 1.000, 5.000 e tjerë. E vërteta është, çfarë është Troplana? Se dihet që çdo centimetër territor në Xhavzotaj është në kontrollin e pamëshirë të troplinëve. Troplana është një zonë virtuale e lirë. Kompanitë të regjistruara në Troplana janë të shpërndara në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë. S'kan asnjë lidhje, asnjë aktivitet në Xhavzotaj, asnjë punësim. Por ato kanë dy avantazhe. Ka një reduktim të madh të taksave gjerë në absurditet. Për ato paguajnë shtetit një taks krejt të paransishme, 5%. Taksat e vërteta ato ja paguajnë Edi Ramës, Armand Frangut nëpërmjet Ergis Agasit dhe Ermal Beqirit. Pra, në këto livadhe dhe arat Xhavzotaj, që në pamjet parë, shef njeriu vetëm barë, këtu vidhen, nga taksat e qytetarëve shqiptar, 100 milion euro në vit. Natyrisht, këto janë vetëm taksat, por 100 milion tjera vidhen, edhe duke vrarë konkurencën dhe garantuar këtyre kompanive të regjistruara në Troplana, tendera të Akshit dhe të gjitha institucioneve tjera shtetërore. Skem si Troplana e menaxhuar nga famozja Lubia numër 3, Elira Kokona, në emër të patronit të saj Edi Rama, gjën vetëm djegësin e Tiranës. Por dallimi është se në rast se në djegësin e Tiranës territori është pas një ndërtim dhe janë vjedhur 130 milion. Në rastin e Troplanës, përsëri nuk ka asnjë ndërtim, asnjë ndërtesë, asnjë kompani të vendosur në arat dhe livadhet e Xhavzotajt, por janë vjedhur nga taksat e qytetarëve shqiptar 100 milion euro dhe janë vjedhur po nga familja Rama. Dhe një lloj, si në rastin e incineratorit të Tiranës, për cilin dy përgjegjësit absolut kryesor, Edi Rama dhe Erion Veliaj, nuk u hetuan për asgjë dhe nuk u pyetën asnjëherë, duke qenë autorët më kryesor të tij, në Troplana, gjerësot nuk është pyet njeri, dhe se dihet se Elira Kokona
të cilës vetëm për të mos prishur gojnë dhe para jush dhe qytetarëve mund t'i vihet çdo lloj epiteti për aktin e saj ndaj qytetarëve, ka qëndruar në krye të një skeme. Thash mund t'i vesh çdo epitet asaj, një lloj si Lumi Ballukut, një lloj si Mirlindës Akshit. Të një skeme të quajtur Park Teknologjik, ku ka prej vitesh vetëm livadhe, kurse vidhen qindra milion euro taksa të qytetarëve shqiptarë. Ky skandal dëshmon dhe njëherë shkallën më të lartë të inkriminimit të kreut organizacës kriminale Edi Rama. Dëshmon se krimet ekonomike të rënda, vjedhjet e tij, janë të pakufishme. Dëshmon dhe njëherë domosdoshmërinë absolute e ngritjes së qytetarëve shqiptarë me të gjithë dhe largimit të tij me të gjitha mjetet nga qeveria. Kreu i organizacës kriminale shqiptar më të madhe shqiptare Edi Rama ka kaluar haptas pa asnjë lloj kufizimi në vjedhjen dhe përvetësimin e buxhetit, fondeve të ardhurave dhe pasurive publike të këtij vendi si asnjë diktator tjetër mbi tokë. Jo, nuk ka një të dytë. Kam besim të plotë se shqiptarët do të japin atij shumë shpejt atë që meriton. Faleminderit. Zoti Berisha, cila do të jetë strategjia e opozitës në protestën e 24 janarit për të detyruar kryeministrin Edi Rama që t'i jap dorëheqjen, ndërkohë që ky i fundit thotë se ka 83 mandate dhe nuk ka arsye për t'u larguar? Strategjia e opozitës është largimi i tij 1 minutë më parë nga pushteti. Opozita është e sigurt që do realizojë objektivin e saj. Kjo është dhe ka besim të madh tek guximi, ka besim të madh tek trimëria, tek ndershmëria e qytetarëve shqiptarë. Ka besim të madh se opozita shqiptare ka ose përka opozitës shqiptare dhe zbashku me opozitën shqiptare, do bashkëveproj dhe do bashkëpunoj. Shumë faktorë të tjerë të rëndësishëm në shoqërinë shqiptare që duan ta përzën 1 minutë e më parë këtë të keqe të madhe, këtë organizatë kriminale që udhëhiqet nga Edi Rama. Zoti Berisha, po mbështetjen nga ndërkombëtarët, a keni për largimin e Edi Ramës pasi Maduro që i thoni ju në Venezuelë, lideri i Venezuelës Nicolas Maduro u arrestua nga SBA-ja, në Iran SBA-ja po mbështet protestat, a mbështet dhe SBA po dhe faktor tjerë ndërkombëtar dhe opozitën shqiptare? Betejën kundër korrupsionit e mbështet e gjithë bota e lirë demokratike. Tani më duhet të them këtu se Edi Rama me Lumi Ballukun, me lindën e Akshit dhe lindën e Surrelit të implikuar në çështjet e Akshit, me Agasin dhe Kokonën e të tjerë.
është dëshmuar shembulli më i zi i një kryeministri padrino e vërtet i një mafje ndër më të rrezikshmet në Europë. Dhe ju siguroj që opozita ka dhe do të ketë mbështetjen më të fuqishme. Mos harroni zotëri, janë 7 rezoluta ndërkombëtare se nuk është zbërthyer se ato u censuruan gjithësisht nga mediat në mënyrë të tmerrshme, u censuruan nga mediat e qeverisë. Nuk është kuptuar mirë se çfarë efekti shkatrimtar kanë ato mbi regjimin e Edi Ramës dhe çfarë mbështetje të jashtëzakonshme përbëjnë ato për opozitën. Lexoni lajmet e protestës së fundit. Si ishin ato? Që të gjitha, si asnjëherë tjetër më parë në mbështetje të opozitës. Edi Rama është i pashpresë. Parlamentit për të me kërkesën për të arrestuar zëvendës kryeministren Belinda Balluku, kreu i qeverisë Edi Rama jo vetëm ka ngrirë procedurat parlamentare për ta lëshuar ato, por ka dalë edhe publikisht krah saj. E fundit dalje ishte ajo e ditës së sotme në projektin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për parkun Eloik, ku kjo e fundit u shfaq e ulur edhe pranë të ngarkuarës me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, kreu i qeverisë Edi Rama dha mesazhet se fjala korrupsion tashmë është kthyer në mod. Ai cilsoni këtë si një sfidë të hapur të kreut të qeverisë ndaj SPAK-ut edhe përballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Nuk ka asnjë diskutim që Edi Rama bën gjithçka dhe jo bën, do të bllokoj drejtësinë. Do përdor 80 e 3 mandatet e tij të krimit kundër drejtësisë. Dhe këtu, ndaj themin e, fjalën e vetme e kanë qytetarë shqiptarë. Ne kemi theksuar, theksojmë, Edi Ramën nuk do ta heqë drejtësia. Edi Ramën nuk do ta heqin deltat. Atë do ta heqin qytetarët shqiptar me protestën e tyre. Nuk kemi asnjë lloj dyshimi në këtë qëndrim, në këtë mendim. Si gjykoni ju, zoti Berisha, praninë të ngarkuarës me punë të ambasadës SBA krah Belinda Balluku ditën e sotme? Urdhoni? Si e gjykoni praninë e të dërguarës së SBA krah Belinda Ballukut në këtë prezantim të parkut Eolik në Tropaj? Nuk e kam pa këtë lajm akoma, do ta shoh, por sidoqoftë duhet të them që Balluku turpron çdo zyrtar të çdo vendi. Balluku është turpi i Shqipërisë, turpi i kombit shqiptar, turpi i qeverisë. Tani, se çfarë arsye kanë bërë që zonja tjetër aty, unë do të shoh lajmin që të... Dhe një pyetje, a e ka dërguar ditën e sotme Partia Demokratike pa dinë në kushtetuese për zgjedhjen e Endri Shabani si avokati i popullit? Është përgatitur dhe do të dërgohet ose është dërguar në gjykatë kushtetuese. Po, do dërgohet, është zgjedh në kundërshtim flagrant me procedurat. Faleminderit.